Një vatër e re deponie ilegale po krijohet në Kërqov. Kamion, traktor dhe makineri të ndërmarrjes komunale po sillin çdo ditë mbeturinë në vendin e quajtur Llagu, pas centrallës, vetëm 5 minuta larg qytetit të Kërqovës. Kjo që po shihni prapa meje është një deponi e cila është krijuar së fundmi dhe është vetëm 5 minuta larg qytetit të Kërqovës. Sipas informacioneve të banorëve, kjo deponi është krijuar për shkak se Komuna e Kërqovës i merr mbeturinat nga deponia ilegale e cila ndodhet brenda qytetit të Kërqovës dhe i sjell këtu, pastaj i mbulojnë me dhe. Deponia është shumë afër fshatit serbian. Vendi ka fusha të mbjella si dhe shtëpiza vikendi ku banorët kalojnë fundjavat. Andaj banorët, duke filluar nga fshati serbian e deri në Plasnic, janë kundër këtij veprimi të komunës së Kërqovës dhe kërkojnë të ndërpriten menjëherë aktivitetet e komunës në këtë pjesë. Duke filluar nga fshati serbian e deri në fshatin Plasnic, të gjithë banorët jemi kundër këtij veprimi ilegal që komuna e Kërqovës po ndërmerr ditët e fundit, duke na sjellë mbeturina nga qyteti në fushat tona. Kjo është një katastrofë ekologjike dhe shkel çdo normë ligjore dhe etike të mbrojtjes së mjedisit. Kërkojmë nga kryetari i komunës që menjëherë ta ndërpresë sjelljen e mbeturinave këtu. Banorët thonë se nëse komuna nuk ndalon së vepruari, ata do të ndërmarrin masa rigoroze për këtë veprim dhe me çdo kusht do ta ndalojnë këtë katastrofë ekologjike.